Nuk ka pushim për klubin e futbollit Vllaznia, ndonse Superliga u mbyll mbrëmjen e së dielës duke njohur Egnatian kampione për të tretin vit rradh, Azi Elbasanin të dytin dhe Kuqeblu të tretit. Drejtuesit Shkodran kanë nxituar të formatojnë skuadrën për sezonin e ri futbollistik 2026-2027, por më së shumti për Kupat e Europës, ndeshjet e së cilës Vllaznia i pret pas saktimit të shortit që do të hidhet në 16 qershor dhe ku turi i parë nis prej 9 korrikut. Të parët që u konkretizuan janë drejtuesit e skuadrës, tekniku Edi Martini dhe drejtori sportiv Vjorensin Sinani, të cilët zyrtarisht do të avjojnë bashkëpunimin me Vllaznin edhe për 2 vite të tjera. Bashkë me Martinin dhe Sinanin kanë ardhur zyrtarizimet edhe të futbollistëve më të spikatur të sezonit që lan pas, Sherif Kallaku dhe Lirim Kastratit, kontratat e cilëve do të vijojë edhe për një tjetër sezon. Klubi i futbollit Vllaznia ka dakordsuar edhe me portierin Leon Pols për të avjuar këtë bashkëpunim në sezonin e ardhshëm. Lista zyrtarizimeve pritet të vijojnë me emra të tjerë që do të bëhen publik në ditët në vijim. Ndërkohë sa i përket skuadrës, burime nga klubi bëjnë me dije se pas mbylljes së sezonit futbollistët janë lënë pushim deri në mes të muajit qershor. Të njëjtat burime saktësojnë se trajneri Martini do të nisë përgatitjet me seanca servitore në Shkodër për t'ia lënë më pas rrallën zhvendosjes në një kamping servitor jashtë vendit për një periudhë 2 javore.